Fushata për zgjedhjet lokale ka filluar me tone dhe porosi të ashpra ndërmjet oponentëve politik, ndërsa protagonist kryesor, ashtu siç ishin edhe në zgjedhjet parlamentare të para një viti, janë përsëri kryeministri Christian Miskovski dhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti, të cilët dërgojnë porosi publike të ndryshme për njëri tjetrin nga podiumi. Christian Miskovski, në Zagar, në Zagar dilet në gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja, se Shqiponja nuk zihen as me Zagar, as me Lakej e Kasnec, të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po të përsëris edhe njëherë, Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, Zagarët ruaj për Lepuj. Kjo ishte deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili këtë porosi e tha të dielën gjatë konventës promovuese të kandidatëve për kryetar komunash në llogën e Aleancës Kombëtare për Integrim. Konventa bashkë me dy atrakitjet përfunduan, por më njëherë filluan reagimet në opinion. I pari që reagoi ishte zëvendës kryeministri dhe njëherësh njëri ndër lideret e Vlenit, Izet Mexhiti, ku pas asaj deklarate, Mexhiti karrierën politike të Ahmetit e shpalli të përfunduar. Dhe kjo flet qartë, dhe me thonë qartë pse zoti Ahmeti mbron foli për gjithë shka, foli me nervos, foli me urrëtie, që nuk e ka herën e parë, ka sha 700 miliona shqiptare, të varet i quajti ndryshe, i ofendoi. Pra nuk është ofendimi as i pari, as i fundit, po kjo flet për nervozën që sëndon tek zoti Ahmeti dhe tjera. Nga i apostrofuari Christian Miskovski, deri në këtë momente ka mbizotruar heshtja, por jo edhe nga partia e tij. Nga VMRO DPMN e Ahmetit i janë përgjigjur përmes një kumtese, duke i thënë se ju nuk jeni shqipon, por një zog i zakonshëm. Kemi një mesazh për Ali Ahmetin. Ju nuk jeni shqiponj, por një harabel i zakonshëm. Dhe në thelb, ju nuk jeni as shqiponja, por parti kriminale dhe të korruptuara. Më të friksuarit janë më të zhurmshmit, me projekte, me masa, me reforma dhe me një jetë më të mirë. Shqiptarët kanë kohë që kanë pasur Ahmetin të ngopur dhe do ta tregojnë këtë në zgjedhjet e ardhshme, së bashku me Maqedonasit, të gjithë të bashkuar. Për të qartësuar këtë deklarata të Ahmetit, ka folur sot sekretari i përgjithshëm i BDI-s Faton Ahmeti. Ai tha se deklarata e Ahmetit është e keq kuptuar. Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si shqiponja dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. A kanë qenë për anëtarët e Vlenit? Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë politikës VMRO DPMN-s. Reagime të shumta ka pasur edhe nga shumë eksponentë të koalicionit të Vlen.